Garantoj Edi Ramën se për të gjitha këto do t'jetë përgjegjës. Por në përshkallëzim në tyre të djeshëm në një akt urrëtie të pa përmbajtur, janë hedhur në oborrin e selisë Partisë Demokratike sasi të mëdha gazi lotësjellës dhe bomba tymuese. Ky përbën një agresion të hapur ndaj selisë Partisë Demokratike dhe pluralizmit. Me këtë rast, ju kërkoj të gjitha degëve të bëjnë rikondicione e plot të selive të Partisë Socialiste në çdo rreth. Dhe garantoj Edi Ramën se sulmet ndaj selisë Partisë Demokratike do sjellin sulme asgjësuese për selitë e Partisë Krimit në të gjithë territorin e vendit. Ndaj dhe hiq dorë nga aventura dhe provokimi i ulët, ne betejën e kemi me Edi Ramën si kryeministër i krimit, si kryetar i organizacës kriminale, por nëse ju sulmoni selinë e Partisë Demokratike, Partia Demokratike do t'u përgjigjet ju ashtu siç e meritoni. Hiq dorë nga sulmi selisë për të mbrojtur krimet tua, vjedhjet tuaja. Partia Demokratike është një kryengritje paqësore. Asnjë antar i forcave të rendit nuk është gërvisht gjatë të gjithë protestave tona. As dhe një i vetër.